Unë erdha të bashkohem protestës tuaj jo vetëm për të qëndruar në krah, po të ke mundësi që dhe zërin tuaj ta bëjnë më shumë mediatik edhe më shumë publik për të kërkuar të drejtën tuaj. Ju jeni në një situatë shumë të vështirë, të goditur nga fatkeqësia natyrore, e cila po ashtu shkaktoi dëme shumë të mëdha që në çdo shtet tjetër do duhet të shpërbleheni dhe të ndihmoheni nga shteti shqiptar dhe përballë presionit që u vin për çmimin e mandarinave. Ju përballet edhe me një fushat të tmerrshme të dezinformimit që thoshin që mandarinat tuaja janë me pesticide, që mandarinat tuaja janë të pashëndetshme dhe kjo vetëm për të shërbyer që të ulnin çmimin që mandarina juaj të blihej për 2 lekë. Dhe ju mos të nxirrni dot ato fitime për cilat punoni gjithë vitin. Dhe kjo është e domosdoshme që të përhapet sa më shumë në media, sa më shumë publikisht që mandarinat e Konispolit janë mandarina të shëndetshme, janë mandarina me cilësi, janë mandarina që vinë nga puna dhe djersa juaj e ballit, pa asnjë hile dhe mund të konsumohen të sigurta, si për tregun vendas, ashtu edhe për tregun e huaj. Unë i qëndroj në krah, nuk kam ardhur për të bërë politik, nuk ka zgjedhje, nuk kam ardhur për të kërkuar vot, kam ardhur se jam deputetja juaj përfaqësuese, kam ardhur sepse të bëj propozimet e tua tani në amendamentet e buxhetit të shtetit në kuvend dhe për të ngritur zërin për gjithë problemet tuaja.